Mirë mëngjes! Mirë se erdhët në videon e radhës këtu në Majorka. Sot do shfrytëzojmë resortin, kështu që sot do shikoni shumë çka nga resorti. Kiani sot ka fjetur deri në 7 e pak, gjë që nuk ndodh zakonisht dhe ka fjetur mirë tani në mëngjes. Faleminderit zemër, jam super çlodhur, super energjike, domethënë, zgjuar janë 4-5 herë natën, po për mua është shumë okay. Tani e kam marrë në carrier sepse do shkojmë të ha mëngjes dhe desha që pas mëngjesit të bëjmë një xhiro të vogël nga deti. Por nuk e di sepse mund të jetë edhe koha që ky do të flej, gjithsesi do ta shikojmë. Dhe le të shkojmë të ha mëngjes. Nuk e di ta marr kamerën. Ta marr kamerën. Okej. Thuaj diçka. Po e marr dhe kamerën me vete. Të xhiroj. Po ju tregoj vetëm çfarë do hajmë se kam dhe Kianin tani dhe mori Kianin kjo dhe nuk mund të xhiroj. Kështu që e nisëm ditën me party duke dëgjuar këngë Maciale të lahet, prapë do të thahet, Gjeli të këndoj sa herë të doj. Që t'i bëjmë gati fëmijët. Vesha, u bëra gati, do pi një kafe këtu tek kafja e hotelit. Sa po të zgjohet Kiani, kam dalë këtu për të xhiruar këtë video dhe Kianin e kam në sy. Pastaj do vesh rroba banjet dhe pastaj do vesh rroba banjet dhe pastaj do shkoj të pi kafe. Po patjetër duhet të bëja një outfit check për TikTokun sepse kam premtuar që do bëj çdo ditë nga një video. Edhe e bëra. Kështu që këtë veshje, pasi të shkojmë të mbarojmë plazhin, do ta vesh për mbasdite, po duke qenë se tani është dielli më i mirë dhe nuk e dija se si do ishte make-upi dhe flokët e mia mbasdite mbas pishinës, e vesha që tani që t'ja u tregoja. Kështu, tani shkojmë shikojmë djalin. Sa po u bëm gati dhe
ky notari im I vogël I kam veshur kostumin e parë të notit. Edhe në qanë shumë bukur do t'ja o tregoj. Prit, që këtu. Sigari. Shoqja ime gja ka dalë, sepse goca e saj nuk fjeti gjumë si që flen Kiani tani, sepse shpak me e madhe. Dhe ne po dalin tashi, do merremi në telefon vesh se ku është ajo që të shkoj dhe unë. Edhe voilà, dita sot është kaq e bukur, gjuna mos ta shfrytëzojmë. Tani vajti ora 11:30, po 10:30, po s'kemi çfarë t'i bëjmë se Kiani fle gjumë, kështu që nuk doja lija gjumin pa bërë. Mbase gjumin e dytë do ta bëj në pishina. E keqja ishte që nuk ishte shezllona, çan këto pishina, këtu paska këtu çadra, për t'i them Irës, se këtu te hoteli jon, këtu ka çadra, shikoni? Nuk e di, a duket. Po. Tani, do marrim peshirat, shkojmë te recepcioni dhe robabanjat I kanë veshur, ndonjë snack do ta ham atje. Doja të pija një kafe këtu te kafe, një latte macchiato, por ka malë se vonohem. Kështu që po shkoj të marrë peshirat. Sa po erdhëm në plazh. Do hym tani në det, I futëm vetëm këmbët fillimisht. Hajde. E bërë gjithërë. S'kam të deti. Hajde s'kam të deti. Uji është shumë e mirë. Unë do mbyll kamerën tani që të shijoj. Do fusim vetëm këmbkat. Do rim pak, t'ju vendosim djalit kapelen, mos ta zër dielli, unë e kam lyer komplet me krem. Kështu që, voilà. Shumë nice njerëz. Mbaruam tek plazhi, ishte shumë I bukur plazhi dhe unë e mendova shumë mirë. Ju thosha që ja kaluam shumë mirë, sepse unë isha ulur mua afër kësaj urës dhe deri tek ura erdha me karrocë, nuk mbajta asgjë në krah. Mora peshira që kushtuan 20 euro si tip kapari të hotelit dhe pastaj nëse nuk I kthen nuk merr lekët ose nëse I kthen merr lekën mbrapsht. Ishte vërtet diçka shumë e zgjuar sepse peshirat janë shumë të mëdhenj dhe ulëm tamam. Tani do shikoj këtu te peshina nëse mund të gjejmë një vend me një çadër, sepse jemi me beb. E nëse do gjejmë një vend me një çadër do rim këtu te peshina. Përndryshe, do shkojmë tek peshina tjetër, që është peshina tek hoteli jon, domethënë në hyrje dhe jo këtu. Me sa kuptoj, Kianit po I vjen gjumi 2 I ditës. Shumë mirë. Mund të marr këtu ndonjë gjë për ngrënë ose drekën. Edhe është shumë nice. Njerëz, është shumë nice, shumë bukur. Do pyes për një çadër. Pas plazhit shkuam tek peshina. Ndenja aty me Kianin, I futëm këmbën në peshinë dhe këtë që shkoj super, prita që të vinte shoqja ime me gocën. Të dy fëmijët fletën, Kian po fle akoma, goca u zgjua. Kështu që Ira e çekoi pjesën që do futem në ujë të notoj, shkovi dhe notovi. Tani po e pres prap, sepse do ndronte robabanjën që ishin të lagura që të shkojmë të ham drekën në orën 1. Dreka hapet në 1 deri në 3:30. Jam shumë e uritur. Kështu që sa të dalë Ira, do shkojmë më vrap të ham. Shpresoj që Kian të fle akoma që të ha një drek rehat për veten time. Ka mundësi që të flej, sepse Kian e ka vënë në orën 12:30, 12:01. Jo, ku shkoj? Po, 12:30 pa ka shumë. Dhe ka vetëm gjysmore, kështu që besoj që një orë do flej. Një orë gjysmë shpresoj. Gjithsesi aty në restorante shumë nxuar, edhe ndoshta
edhe nuk flen më shumë. Gjithsesi do ta provojmë. Sot pra kemi plan tërë ditën që të rrim këtu vërdat, që jam pishinën, që jam plazhin, që jam tëra këto snacksat, tëra këto gjërat për të ngrënë, për të pirë, të bëjmë një chill day. Nesër do shikojmë patjetër çfarë të bëjmë diçka sepse për mua nuk funksionon kështu të ditën në një vend, po deri tani rezorti është shumë i mirë, ushqimi është shumë i mirë, nuk e di, shërbimi më pëlqen, njerëzit më pëlqejnë, gjuha e adhuroj. E shikoj që kam shumë pengesa në gjuhën spanjisht sepse nuk kam me këta flas. Edhe kuptoj normalisht 100% dhe e flas shumë mirë. Mirë, po ndonjëherë nuk më vjen ndonjë fjalë specifike. Nëse do jetoja këtu për shumë 3 javë, pas 3 javësh isha super. Kjo është dreka ime për sot, do bëj një hamburger. Kam marrë këtë salcën e kuqe, edhe këtë mishin e viçit, edhe bukën e hamburgers. Kian po fle, kështu që do ha sot super e qetë. Jej! Më shkutin doba nga ky mishi i burgerit, prandaj do e mora, por nuk jam e sigurt nëse do bëj ndonjë burger të mirë, sepse unë kam marrë vetëm këtë salcën e kuqe dhe vetëm sallatë. Nuk di të bëj burger. Di, po nuk isha shumë kreative sot, se jam shumë e uritur. Kështu që it's enough. Ja kan body. Richtig. Shumë mirë. Jam. Ka marrë dhe patate skuqura për ta bërë tamam jo të shëndetshme sot. Edhe majonez për ta shtuar jo shëndetshmërinë. Bella. Qua patate? Qua patate ti zemër? Të pëlqen patatja? Po. Nga bëkë të mirë. Se mos guxoni të më pyesni për peshën kur të kthehem nga këtu. Më pyesni 1-2 javë më mbas. Janë gjitha të mira, duken gjithë shishme, ne do i provojmë. Domethënë, nuk i kam gjitha për vete, gjysmën e këtyre kam për vete. Kështu që është okay. Më ka ardhur oreksi sot, kështu që ta harxojmë një çik këtë rezortin, se dje kemi qenë në qytet, kemi ngrënë drekën në qytet. Rezorti mbaj lekët kot, pagun kot në jo. Do ham edhe për sot, edhe për dje. Mbaruam drekën, kam ngrënë shumë, nuk e di, kam provuar gjitha ëmbëlsirat e mundshme që ishin aty. Tani po ndrohet shoqja ime sërish, unë po e pres. Unë kja nuk ja ka marrë rrobat me vete dhe ndonjëherë më duket vetja shumë chill, domethënë, si mami. Mbasi do ndryshoj më vonë. Kiani hëngri pak kos me rush sot dhe disa perime, presh, ishte i bërë me qumë është ai dhe me vezë, dhe ishte kështu si katrorka dhe ato e hëngri. Dhe mora me vete një banane. Hajde, do ishte mami? Hajde mami. Kiani ti kam veshur bluzën time sepse rrobat e tij lagu te pishina. Kështu që kur të shkojmë tani do ta ndroj ka fustanin e mamit. Sa kjo që duket shpirti im. Sa po i zhjojmë, nuk e keni ide në ka pushimet. Ti mami jo, është për mamin kjo, nuk është për të. E po më dhe më koka mami. O shpirti. O jeta ime të rregullua gishti. Do dalim të hija, ajde dalim të hija zemë se këtu është shumë diell për ty. Tani po shijoj këtë latte macchiato. Leka. Dhe po shijoj dhe kohën me djalin tim të bukur. Hajde, do ta marrim një babin.
një pak. Tamam. Nero, papà. Kemi ardhur tani tek pishinat, edhe nuk e keni iden se sa po kënaqen të vegjël, se jemi shumë afër pishinës dhe se si ju duken mbase zhurma, mbase ujë. Do t'i futim te këmbët patjetër. Por sa po shijojnë një shumë, edhe neve kështu si mama moderne jemi ulur, kemi fëmijët këtu mes të këmbëve dhe kemi një pamje fantastike që shkoj t'ja tregoj. Oh, sa bukur. I like it. Oh, zemrat, çfarë mund të kërkoj më shumë nga jeta? Kam veshur bluzën e mamit. Se I lagi pantallonat me ujë, shive. O shpirt. Oh! Bello, θα αλλάξουμε την πάνω τώρα. Θα αλλάξουμε την πάνω. Moti ndryshoi 100% nga diell dhe blu që ishte, tani është zi dhe shumë shi. Unë jam bllokuar në recepcion, Kiani po flet. Shoqja ime sa po iku në shtëpi të vishte diçka se u buftot dhe menduam do rim këtu në balkon duke parë shiun që bie, por po binte aq shumë dhe po krynte aq shumë mirë sa dhe shiu në balkon futej nga të gjitha anët, prandaj dhe shqyr që u futa brenda. Gjithsesi I ra shoqja ime u bllokua në dhomë, sepse qytetet e Majon deri këtu duhet të kalosh diku te 100-200 metër dhe me karrocë dhe me fëmijë në shi nuk është cute, nuk është bukur, kështu që ajo është bllokuar te dhoma, unë jam bllokuar këtu në recepcion. Po shijojmë shiun, gjithsesi është diçka romantike, nuk është keq. Është shumë bukur, do doja patjetër që ta kisha Stefanin këtu. Nuk e kam, po shijoj me birin tim, ndërkohë mbase po editoj ndonjë video, përderisa Kian po flet. Është shumë cute. Sa po mbaruam darkën, nuk e kuptoj pse hëngra. Dhe mbarku ndjem shumë keq. Nuk kisha uri, po ishin kaq shumë gjëra të mira. Hëngra një gjell. Tani po shkoj në një supermarket të marr pak ujë, sepse ai uji aty gjithë klor. Supermarket, një market I voçket. Do të marr dhe një pas dëmbësh. Dhe pastaj do shkoj në hotel, ora është 7. Kiani pak a shumë tani ka orën, do shkoj do t'i ndrojmë pampersin, bebelinën, do t'i veshim pijamet. Kështu që po shikoj këtu çfarë mund të gjej për të pirë. Dua të marr dhe një manikyr të lyej pak gishtat se pas nesër do ikim nga Majorka, kështu që të ikim të paktën me gishta të lyer, se për të ardhur erdhëm me nuk e di me gishta skandal. Ky supermarketi këtu që ka më nëna. Supermarket lexon, shikoni. Ja. Ky këtu. Nga të hym që ka hyrje për karrocë. Jatë. Do blejmë diçka patjetër. Por çfarë shkova, çfarë bleva? S'kam kapele mjaftueshëm. Sa e bleva një kapele të bardhë? Kjo që ka dhe është trembër. Apo më duket mua? Drejtu. Nejse. Më dushe një kapele tamam me bardhë. Se ajo që kam ka një të zezë, kurse kjo ka një bejrë, është komplet e bardhë dhe du ta vesh me... Do ta hajde atë! Do ta vesh me outfitin për nesër. Nuk e di njerës, çfarë fëmijë kam. Ja dhash këtë për të luajtur. Dhe një sekond pagova atje, kur e shikoj, e kishte zbut. Kanë ja hëngrit ndonjë copë, nuk e di. Po, duket më morë të mirë. Po pse më mami letra hati, si dhi. Si një cjap I vogël. Tani është ora 7, do shkojmë në dhomë, do bëjmë gati, do ve djalin në gjumë, pastaj do lajmërojmë pak a shumë se si ishte dita sot. Dita sot ishte shumë chill. Ishte në hotel, ishte me të ngrënë, hëngra më shumë se ç'duhet dhe nuk ndihem mirë nga barku. Kështu që
Shpresoj të flej gjumë me këtë barkë të rëndë që kam. Por doja dalim. Kiani ka bërë super këtë sot. Ka fjetur në mëngjes gjumin e tij të mëngjesit, në drekt 2 orë 20 minuta dhe mbasdite gjithashtu në krahun tim mbi 40 minuta. Dhe fletëm të recepcioni, qep, ishte shumë bukur. Tani shkojmë në dhomë dhe shpresojmë që gjumi do funksionojë. Apo bura kian në gjumë dhe bëra shpejt të shkoj në dush se duke qenë se ishim në date në pishin dhe unë u rrëj lërën, duhet patjetër të hiqen çdo rërë nga trupi. Jani po flet, mori shoqë se u pak më shumë kohë sepse ishte në date, po t'i këmbë në rërë, po t'i këmbë në pishin, shijoj pamje dhe si duket ishte mbi ngarkuar nga gjitha këto ndjesi. Dhe zi kleti se këtu ishte dhe pak trisht. Po thoja që mu desh pak si gjatë sot për ta vënë në gjumë, sepse ishte shumë i lumtur, ishte shumë i zgjuar, fleti shumë gjatë ditës dhe prandaj vërtet që mezi i zuri gjumi. Gjithsesi tani që e zuri, unë bëra dushin, bëra face care-in. U zgjua. Oh shit.